Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njofton opinionin publik se bazuar në njoftimin e pranuar nga sistemi i paralajmërimit të shpejtë për ushqim dhe ushqimin për kafsh, me numër reference 20259962, lot 52860346 BB, është identifikuar prania e substancës cereulide në formulën qumshti për foshnjën Nestle Nidina OptiPro 1 600 gram me origjinë nga Holanda, e importuar nga kompania Nestle Nederland BV në Republikën e Kosovës. AUV njofton se është duke bërë bllokimin e këtij produkti dhe më pas do të fillojë me procesin e arsyetësimit në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi. AUV ka theksuar se mbetet e përkushtuar në monitorimin e vazhdueshëm të tregut dhe zinxhirit ushqimor me qëllim që qytetarëve t'u garantohet ushqim i sigurt dhe i shëndetshëm. Ndërkohë, ekipi i televizionit Syri ka pyetur në disa barnatore në qytetin e Gjakovës, ku shumica kanë deklaruar se nuk e kanë mbajtur këtë brend në shitje, duke shtuar se një numër i madh i barnatorëve në qytet nuk kanë pasur fare furnizim me këtë produkt. AUV bën thirrje qytetarëve që nëse e posedojnë këtë produkt, të mos e përdorin dhe të ndjekin udhëzimet e institucioneve përgjegjëse.